5 shenja që tregojnë se e doni Zotin më shumë se çdo gjë tjetër. Në jetën e përditshme, dashuria jonë për Zotin nuk matet vetëm nga ritualet fetare apo koha e kaluar në kishë, por nga mënyra se si ai formson mendimet, vendimet dhe ndjenjat tona të brendshme. Kur Zoti zë vendin qendror në zemrën tonë, jeta jonë ndryshon thellësisht, duke na bërë të jetojmë me një paqe dhe gëzim që nuk varet nga rrethanat e jashtme. Këto 5 shenja nuk janë thjesht udhëzues, por dëshmi të qarta se dashuria jonë për të ka kaluar në një nivel ku ai është mbi gjithçka tjetër. Le të zhvillojmë secilën prej tyre duke u zhytur në thellësinë e kësaj dashurie të shenjtë, bazuar në mësime biblike dhe reflektime shpirtërore që na ndihmojnë të rritemi në besim. Shenja 1. Mendoni për Zotin natyrshëm, jo nga detyrimi. Dashuria e vërtetë për Zotin nuk lind nga një listë detyrash ditore, por nga një lidhje e brendshme që rrjedh si një lumë i qetë në jetën tonë. Kur mendimet tona kthehen te ai pa ndonjë forcë të jashtme, kjo tregon se zemra jonë ka filluar të pulsojë në ritmin e tij. Lutjet nuk janë më një detyrim para gjumit apo një rutinë e mëngjesit, ato bëhen shpërthime spontane të falënderimit në mes të një dite të zënë. Për shembull, kur jeni duke ecuar në rrugë dhe papritur falenderoni Zotin për diellin që shkëlqen mbi ju, ose kur një problem i vogël ju shqetëson dhe menjëherë kërkoni udhëzimin e tij. Kjo është shenjë se ai ka hyrë në instinktet tuaja më të thella. Biblia na kujton se para meje e mbaj vazhdimisht Zotin, duke na ftuar të mbajmë të në mendje si një prani të përhershme. Kjo nuk do të thotë të mendoni për të vetëm në momente krizash, por të shihni praninë e tij në detajet e përditshme, në një buzëqeshje të një fëmije, në një shi që ushqen tokën, apo në një bisedë e rastit me një mik. Shkrimi i shenjtë, fjalët e Zotit, nuk është më një libër që lexohet për të kryer një detyrë, por një derë e hapur drejt një bote të re ku çdo varg na afron më shumë me Krijuesin. Kur hapni Biblën, nuk e lexoni për të shënuar një pikë në listën tuaj, por sepse dëshironi të dëgjoni zërin e tij duke folur drejt për drejt me shpirtin tuaj. Bisedat tona natyrshëm përfshin Zotin jo si një temë të detyruar, por si një pjesë integrale e jetës. Kur flisni me të tjerët, nuk ngeni nevojën për të fshirur besimin tuaj. Ai del natyrshëm në fjalët tuaja, duke u ndarë si një dritë që ndriçon bisedën. Dhe në këto momente, ju gjeni forcë dhe preje tek ai. Forca nuk vjen nga fuqia jonë e brendshme, por nga ajo e tij që na mbush, siç thuhet në Bibël, çdo gjë mund ta bëj me atë që më jep fuqi. Preja nuk është një ikje nga realiteti, por një siguri e qetë që ai është gjithmonë me ne, duke na mbrojtur dhe duke na udhëzuar. Kjo mendje natyrale për Zotin transformon jetën tonë të përditshme në një adhurim të vazhdueshëm, ku çdo mendim është një mundësi për të lavdëruar atë. Me kalimin e kohës, kjo praktikë thellohet duke na bërë të ndjejmë se pa të, asgjë nuk ka kuptim të plotë. Është një dashuri që nuk kërkon përpjekje, por që rrjedh si fryma jonë e jetës. Shenja 2. Gjeni gëzim duke e kënaqur atë edhe në gjërat e vogla. Gëzimi i vërtetë nuk gjendet në plotësimin e dëshirave tona personale, por në kënaqësinë që sjellim atij që na ka krijuar. Kur dashuria për Zotin është prioriteti ynë, zemra jonë fillon të gjejë kënaqësi të thellë në aktet e bindjes, qoftë ato të mëdha apo të vogla. Nuk është më çështje çfarë dua unë, por si mund ta bëj unë atë të lumtur sot. Kjo zhvendosje e fokusit sjell një gëzim të pastër që nuk zhduket me kalimin e kohës apo me ndryshimet e rrethanave. Në gjërat e vogla, kjo manifestohet në zgjedhje të përditshme, një fjalë e mirë për dikë që ju ka lënduar, një kohë e dhënë për të ndihmuar një të afërm pa pritshmëri shpërblimi, ose thjesht një lutje e heshtur për një mik në vështirësi. Këto nuk janë sakrifica të rënda, por burime gëzimi sepse dim se ai buzëqesh me zgjedhjet tona. Biblia na flet, ki kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të të japë dëshirat e zemrës tënde. Këtu, dëshirat tona nuk janë më egoiste, ato formohen sipas vullnetit të tij, duke na bërë të ndjejmë një plotësi të brendshme që asgjë botërore nuk mund ta krahasojë. Bindja merr përparësi mbi njohjen. Nuk presim të kuptojmë çdo detaj të planit të tij para se të veprojmë, thjesht i besojmë dhe ecim përpara. Kjo bindje lind mirësi, ndershmëri dhe hir në jetën tonë të përditshme. Mirësia bëhet një reflektim i dashurisë së tij, ku ndihma për të tjerët nuk kërkon shpërblim, por vjen nga zemra. Ndershmëria nuk është më një rregull etik, por një shprehje e integritetit tonë ndaj atij që na sheh gjithmonë. Hiri, atëherë, derdhet natyrshëm, duke na bërë të trajtojmë të tjerët me butësi edhe kur nuk e meritojnë. Imagjinoni si ndjeni kënaqësinë e tij kur zgjidhni faljen në vend të hakmarrjes. Falja nuk është një akt i dobët, por një triumf i dashurisë së tij që jeton në ne, siç na mëson Bibla. I butë dhe i mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin ashtu siç ju fal edhe Perëndia në Krishtin. Ose kur ndihmoni dikën në heshtje, pa kërkuar falënderim, ndjeni një val gëzimi që vjen drejt për drejt nga prania e tij. Këto momente të vogla grumbullojnë një thesar të pafund të kënaqësisë shpirtërore, duke na bërë të kuptojmë se gëzimi i vërtet nuk është në marrje, por në dhënie për lavdinë e tij. Me kalimin e kohës, kjo dashuri e thellë na bën të shohim se çdo akt bindje është një festë e vogël në zemrën tonë, duke na afruar më shumë me atë që është burimi i të gjitha gëzimeve. Shenja 3. Matni jetën sipas afërsisë me Zotin, jo nga suksesi.
Në një botë që matë suksesin me numra, tituj dhe arritje materiale, dashuria e thellë për Zotin na mëson të përdorim një matës tjetër, sa afër jemi me të. Pyetja nuk është më apo arri mjaftueshëm në karrierë apo në marrëdhënie, por a jam mjaftueshëm i ngjitur me Zotin sot? Kjo është vendosje e perspektivës sjell një liri të madhe, sepse na çliron nga presioni i botës dhe na lidh me një standard të përjetshëm. Suksesi në këtë dritë nuk përcaktohet nga arritjet botërore si parat apo fama, por nga qëndrimi ynë i vazhdueshëm afër Tij. Siç thuhet në Bibël, largohuni nga mëkatet dhe afrohuni te Perëndia, dhe Ai do t'ju afrohet juve. Kjo afërsia ndërtohet përmes kohës së kaluar në lutje, meditim mbi fjalën e Tij dhe veprime që reflektojnë karakterin e Tij. Çdo ditë bëhet një mundësi për të matur për parimin shpirtëror, apo rritem në durim, apo mësoj të dëgjoj zërin e Tij më qartë. Këto pyetje na mbajnë të fokusuar në esenën e jetës, duke na mbrojtur nga shgënjimet e kota. Kjo matëse e re sjell paqe të thellë, sepse dim se Zoti nuk vlerëson sipas standardeve njerëzore. Edhe në pengesa, kur planet tona dështojnë, ne gjejmë vetbesim në premtimin e Tij. Siç na inkurajon Bibla, sepse unë e di planin që kam për ju, thot Zoti, plan për mirësi, jo për fatkeqësi, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Paqja nuk varet nga suksesi i dukshëm, por nga besimi se Ai po punon në jetën tonë, duke na formuar sipas imazhit të Tij. Vetbesimi lind jo nga aftësitë tona, por nga siguria se jemi të dashur dhe të udhëhequr nga Ai që nuk na lë kurrë. Në praktik, kjo do të thotë të reflektoni në fund të çdo dite, cila zgjedhje më afron më shumë me Zotin. Ndoshta është refuzimi i një mundësie që do të na largonte nga parimet e Tij, ose pranimi i një sfide që na sfidon të besojmë më shumë. Me kalimin e kohës, kjo matëse bëhet pjesë e instinkteve tona, duke na bërë të jetojmë me një qetësi të brendshme që botës i mungon. Jeta bëhet një udhëtim drejt Tij, ku çdo hap matet me dashuri, jo me arritje. Shenja 4. Filloni t'i doni njerëzit ashtu siç bën Ai. Dashuria për Zotin nuk mund të mbyllet brenda nesh, ajo derdhet natyrshëm drejt të tjerëve, duke na bërë të reflektojmë karakterin e Tij në marrëdhëniet tona. Kur Ai është prioriteti, ne fillojmë të duam njerëzit me durim, butësi dhe pa kushte, ashtu siç na ka dashur Ai së pari. Kjo nuk është një dashuri sipërfaqësore, por një që shikon thellë në shpirtin e të tjerëve. Biblia na urdhëron, ne e duam, sepse Ai na deshi së pari. Kjo dashuri e Tij na transformon, duke na bërë të shohim njerëzit përmes syve të Tij, jo si gabime apo pengesa, por si krijesa me histori unike dhe potencial të madh. Në vend të gjykimit të shpejtë, ne dëgjojmë dhe kuptojmë, duke u fokusuar në atë që Zoti sheh në ta, imazhin e Tij të reflektuar edhe në mes të dobësive. Kjo perspektivë heq maskën e paragjykimeve dhe hap dyert e një lidhjeje të vërtetë. Durimi bëhet një virtyt natyral, ku presim me durim sjelljet e të tjerëve pa u frustruar, duke kujtuar se edhe ne kemi nevojë për hir. Butësia shfaqet në fjalët dhe veprimet tona, duke evituar ashpërsinë dhe duke zgjedhur fjalë që ndërtojnë. Dashuria pa kushte do të thotë të duam edhe ata që nuk na duan mbrapsht, siç na mëson Bibla, por unë ju them, doni armiqët tuaj, bekojini ata që ju malltratojnë. Kjo nuk është e lehtë, por bëhet e mundur sepse dashuria jon për Zotin na jep forcë. Shërbimi ndaj të tjerëve bëhet një privilegj, jo një detyrim. Ndihma për një të varfër, këshilla për një mik në krizë, ose thjesht dëgjimi i dikujt që vuan, këto aktet bëhen shprehje e dashurisë së Tij që jeton në ne. Me kalimin e kohës, kjo dashuri e derdhur ndërton komunitete të forta, ku njerëzit ndihen të vlerësuar dhe të dashur. Është një cikël i bukur, sa më shumë duam si Ai, aq më shumë ndjejmë praninë e Tij në jetën tonë, duke na afruar edhe më shumë me zemrën e Tij. Shenja 5. Nuk keni më frikë nga e ardhmja sepse i besoni zemrës së Tij. Frika nga e ardhmja është një pengesë e madhe për shumë besimtar, por kur dashuria për Zotin thellohet, ajo humb fuqinë e saj. Ne fillojmë të pushojmë plotësisht në mirësinë dhe udhëzimin e Tij, duke ditur se dashuria e Tij është konstante dhe e pathyeshme. Ky besim sjell një paqe që t'i kalon çdo ankth, duke na lejuar të jetojmë në të tashmen me një vetbesim të qetë. Biblia na siguron në Romakëve 8:38-39 se asgjë nuk mund të na ndajë nga dashuria e Tij, sepse jam i bindur se as vdekja, as jeta nuk do të na ndajë nga dashuria e Perëndisë. Ky premtim na jep guxim për të përballuar të panjohurën, sepse dim se Ai ka një plan të përsosur. Frika humb zërin e saj sepse zëvendësohet nga besimi në zemrën e Tij, një zemër e plotë me mirësi, jo me dënim. Ne nuk pyesim më çfarë do të ndodhë, por si do ta përdor Zoti këtë për mirë. Paqja që lind nga ky besim është e thellë dhe e qëndrueshme. Ajo zëvendëson ankthin me një qetësi të brendshme, ku shqetësimet e ditës duken të vogla krahasuar me madhështinë e Tij. Vetbesimi ynë nuk vjen nga fuqia jon, por nga ankorimi në dashurinë e Tij të përjetshme, siç na inkurajon Bibla. Jezusi Krishti është dje dhe sot i njëjti dhe përjetë. Me kalimin e kohës, ky besim na bën të jetojmë me një liri të plotë, duke u përqendruar në misionin tonë sot pa u penguar nga nesër. Përfundim. Këto 5 shenja nuk janë thjesht simptoma të një besimi të fortë, por frutat e një dashurie që ka marrë rrënjë të thella në zemrën tonë.
duke menduar natyrshëm për të, duke gjetur gëzim në kënaqësinë e tij, duke matur jetën me afërsinë ndaj tij, duke dashur të tjerët si ai dhe duke mos pasur frikë nga e ardhmja, ne jetojmë një jetë ku Zoti është vërtet mbi gjithçka. Kjo dashuri nuk arrihet brenda natës, por përmes një rritjeje të vazhdueshme në fjalën e tij dhe lutje. Sot, reflektoni mbi këto shenja dhe lejoni që Shpirti i Shenjtë t'ju udhëzojë drejt një lidhjeje edhe më të ngushtë me të. Lavdëria qoftë për Zotin, që na do aq thellë sa na fton në këtë intimitet të shenjtë.